Gjithë historia e njerëzimit është e përkufizuar nga feja. Sepse njeriu është i qenie kulturore dhe nuk ka kulturë pa fe, nuk ka kulturë për te fesë në një farë mënyre. Feja si përkufizim ka të bëjë me besimin tek diçka që ka të bëjë me të përjetshmen. Besimin tek diçka që ka të bëjë me absolutën. Besimin tek diçka që ka të bëjë me të përhershmen, pa fillim, pa mbarim, pra fjala universale është e vogël për ta përshkruar, pra me diçka kjo është e përjetshme, transcendentalja, absolutja. Pra gjithmonë kjo është një nevojë e brendshme e njerëzve, është vërtetuar gjatë gjithë historisë së njerëzimit, duke qenë kështu, njerëzit kanë prodhuar narracione, kanë prodhuar fabula, kanë kërkuar narracione, kanë kërkuar fabula që t'i besojnë dhe të ndërtojnë jetën e tyre në përputhje me ashtu me këto vlera që vinë nga këto narracione apo nga këto fabula. Pra, kjo është vënë nevojë e gjithandeshme, edhe në shoqëritë më që ne quajmë thonjza primitive, pra në vendet e xhunglës apo të Amazonës kudo, ata kanë kuptimin e vet mbi të përtemen, mbi të përjetshmen, mbi absoluten, sepse njerëzit kanë kuptuar gjithmonë që nuk janë thjesht dhe vetëm qenie që kanë mish dhe gjak, por janë qenie që kanë një dimension tjetër, që është dimension metafizik, jo material, shpirti. Pra, duke qenë se është e tillë, atëherë kjo gjë jo materiale, që duke qenë jo materiali bie te i përjetshëm apo ja. Pra, atëherë nevoja për të pasur kontakt me të përjetshëm, kjo përmas, ky dimension i qenies njerëzore ka qenë i vazhdueshëm dhe duke qenë kështu, gjithmonë ka patur fe në jetët e njerëzve. Gjithmonë.